freskët dhe vranësira sot. Vranësira të dukshme në të gjithë territorin shqiptar, megjithatë që do të jenë krejt të pakta në pjesën e parë të ditës dhe afër mesditës në skajin verior të vendit. Pjesa tjetër e territorit shqiptar do të mjaftohet me vranësira të dukshme. Shumë shpejt në orët e pasdites do të ketë kthjellim gradual të kushteve të motit, duke i lënë vend motit të kthjellët sonte në mbrëmje gjatë natës, por edhe për 3 ditët vijuese, edhe enjtja e premtja dhe shtuna do të jenë kryesisht me kthjellime. Vranësia do të jenë krejt të lehta dhe kalimtare, më së shumti në pjesën e dytë të ditës në zonat malore. Bregdeti me diell është dita e diell dhe hëna, të cilat do të kenë sërish vranësira të lehta dhe kalimtare gjatë ditës së diel, disi më të dukshme gjatë ditës së hënë. Por, kemi thënë që sot ka një rënje të ndjeshme të vlerave termike, një rënje me të paktën 2 gradë në orët e mëngjesit, rënja më e theksuar sot në mesditë me 3-4 gradë, zbret maksimumi në 30 apo lehtësisht mbi 30 gradë Celsius presi maksimumin e ditës së sotme, nuk ndryshon maksimumi i së enjtës megjithëse dita do të mbizotrohet nga dielli. Kemi mëngjesin e nesër me një rënje prej 2-3 gradësh, zbret minimumi në 7 gradë në zonat malore, çfarë në kupton që në zonat e ulëta dhe ato bregdetare termometri zbret në 14 deri në 16 gradë Celsius. Nga e premtja dhe në vijim kemi rritje të lehtë graduale të vlerave termike si në mëngjes dhe në mesditë, duke bërë që fundjava të jetë sërish thuajse një ditë tipike vere, nga pikpamja termike e vlerave të mesditës edhe nga kushtet e motit, ndërsa mëngjeset do të mbeten relativisht të freskëta, të shtunën dhe të dielën, duke qenë se minimumi qëndron rreth 10 apo 11 gradëve. Ky është i gjithë informacioni për dita jon. Bashkë do shihemi sonte në mbrëmje.